Çfarë do problemi që ka njeriu në jetën e tij, kjo fe, ky din ofron zgjidhje për atë. Jetë pa probleme, pa telashe nuk ka. Jetë pa vështirësi nuk ka, pas prova nuk ka. Po mirë, pse disa prej tyre po mundën mi te I kalu dhe duru, ato e mi zgjidh, e pse disa të tjerë nuk mundën me bo një gjë të tillë. Mos më rini në kom, më dëgjoni mirë. Mos më këshirë një saatën, më dëgjoni mirë çka do t'ju thamë. Mos më thujni në nxehtë sot, se alamat në nxehtë e kam kryt. Nga dhimbja dhe telashja dhe haberi që na erdh dhe na vijnë shumë shpesh, që gjemë të ri tonë po japin fund jetës së tyre duke u vetë vra. Mos më shitni të menshëm, ullën edhe ngojni mirë çka do t'ju thamë. Mos më shitni të dishëm se kur gjohë nuk po dim. Mos u ban me një vesh se nesër në shtëpi komentar gjallit tonë ka me ndodhë kjo. Rinë go mirë çka po të thamë. Allahu Azza wa Jall të ka dhënë zgjidhje për jetën tënde. Ta kalon Islamin shpëtim nga xhenemi. Ta kalon Islamin zgjidhje për çdo telashe, çdo problem që e ki në jetë. Ki problem telashe me vladin tënd, ullo lipe zgjidhën, ka zëj dikujt ma I mençëm se ti. Ju thash gjëmon e kalu ma pet do t'ju thamë, mos I ngoj një gratë. Mos I ngoj një gratë, bauni ma bura. Mos I mshefni problemet që I keni kur zdin me zgjidh, del lip me të menta e që është ma I mençëm se ti. Mos e ngo grujnë me tonë shuj se dhe marin vesh se çfar bije kina ne, çfar djali kimi na. Banu burë si duhet. E mos në mërzit krejtve masani nesër që ka ndodhë me ty. Për dit janë të na ushtu këta rastet. Na kimi dit edhe më heret me kon fukara. Na edhe më heret kina pas telashe. Na edhe më heret kina pas borgje. Na edhe më heret imi kon të smund. Na edhe më heret në ka hik bia. Na edhe më heret ka dit me në ndonë dhe një problem me telashe. Po kur s'jemi vetë vra. Kur s'kimi shku katilun nefs. Pullën go mirë qka po tamë. Që një sytë o gjemat. Imi mësuna kitë rafsh me fol me njëri tjetrin, e me bo qef, e masani me në ndodh kjo, që me në nëzhe gjithë dhe krya e mendja mës me dit mi dhonë halë problemeve tona. Fol me njonin që ka një problem, a I ki kalzuve dikuj të burë, kur kujtë si ka kalzu. Pa din ti qatë shumë që kur kujtë si ka kalzu, një mazdar ke shkollë se ka. Qysh ki me zgjidh problemin? E pse si ka dhun, ka thënë gruja, shuj se merr vesh kunata, e merr vesh shaj, merr vesh ki. A me lafet grave na kina mu marra, la. Problem të lashe, po zotin, a e lutë dë njerë zotit, kur së është lutë zotit? Po ja tregoj disa shembuj. Na kemi raste që disa mjek vllazni tonë, na thonë vllazën tonë musliman, I thot mjekut o mjek, o doktor, jep ma në injekcion të vdes ma shpejt, s'po muj mi duru dhimbjet. Ej, ku jeti, ku gjindësh? A di çka do me thonë kjo? Qonë gjenem kjo është. Ti me ndonë se I pari je që është I smund, ka pas para te shumë ma të smund se ti. A keni ndëgju rastin e Jubit a.s. I cili 7 vite e te për boni sabër në smundje, nuk boni as dua. Kur si shkoj mendja mu vetë vra? I shkoj malli, pasuria, deri sa gruja e vetë e shiti dhe bishtin. Bishtin e flok vetë veta e shiti, mi pru buk burit vetë në shpe. E kure pa se më ngushtun këtë ondë, atër boni dua Ajubi a.s. Qka tha? O Ejube idhna da rabbehu, rabbi, mesen një dur. Edhe Ajubi a.s. Kure luti Allahun a zëgjeta, rabbi, mesen një dur. Tha o Allah. O Allah tha, shumë jam I smund. Shumë jam I smund. Shumë jam I smund. Qo me ilaqin o Zot, ma shpejt shëram. A u mbyt Ejubi a.s. A tha, jep me një injekcion të vdes, beru me helm të jap fund kësoj dhimbje. Jo gjemat. Po e luti Rabbul Alemin në Allahun Azza wa Jall. Shpesh ballafaqohemi me njerëz, e kam hoq këtë smundje, jam kon këtë dunjon. I tha mune, po Zotin, ka zonë drejt, parejna. Atë ka shku njerë në dërmen, 2 reqate mi fal, e me thonë, o Zot, ti e cili ki qu këtë smundje prej qelit, e ti mund është prej qelit me ma largu këtë smundje, a ki bo këtë dua? Ja, thot. Ja, se ka bo këtë dua. E me ndonë se ilaqë është në dorën e njerëzve.
S'mundet me kon ilaçin dorën e njerëzve. Njerëzit janë sebeb, e Allahu është ai i cili e ban ilaçin ilaç. Ilaçi nuk shnosh, ilaçi është sebeb. Ai që shnosh është Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jall. Shpesh ballafaqojmë me vllazni, me xhamatli që s'kan fëmijë. Shembull po tham. Jam kon këtu, e kam kon këtu, e kom bo ket, in vitro, min vitro, 100 dreçni lëke, 100 aran lëke, po i thamun e po Zotin. Ai ki fal njerë 2 recate, mi thonë, o Zot, o Allah, jepëm fëmijë, o Zot. Ti ai i cili jepëm fëmijë. Ku jeni, o musliman? Ku i kimi na këtë edukat, këtë tërbije me Rabbul Aleminin? Mi zgjidh problemet e tona. Po neve çka bëjmë? Gruaja e keqe, burri i keq, fesat të shtëpia. Pse s'ka fëmijë nusja? Pse s'ka fëmijë dhondri? I bëjmë këto probleme se ka thonë më doktor s'ka edhe një mes paska. A e dini ju se Zekiria alayhis salam ma 70 vjetëve Allahu i çoi e vlat. Pse është ky rast në Kur'an? Me lexunë si gaçk, si prall këto, jo ky rast është për ti që s'ki fëmijë. Ta dish ku i ki ilaçi, si me zgjidh problemin. Që mos bësh 100 shere, 100 probleme në shtëpinë tënde, ta lojsh gruajin, e të bësh fesat, e ta bësh 100 probleme tjera. Të bëjsh harame tjera. Që s'po du me ime afer se qëfar haramesh na bëjmë këtë çështje kur s'kemi fëmijë. Shkojmë se irbas, shkojmë ati, shkojmë këto, 100-300 lëke i bëjmë. A i thu, po Zotin, a ki lon der pa trokit? Jo, thot s'kum lon der, gjithë dyrve kum thonë tak. Po tha mirë, a ki trokit deres Rabbul Aleminit, dua të bëjsh? Jo, pas ka shtua. Pa i musliman be ti. Thotë Allahu Azza wa Jall, o Zakaria, idh nada rabbehu, Rabbi la tadharni farda. Thotë Allahu Azza wa Jall, dhe Zakaria alayhis salam, kur e luti Rabbehu, Zotin e vet. Rabbi la tadharni farda, tho Allah, mos më lën vet. Mos më lën pa trashëgues. Çoma një varith, një trashëgues, një evlat i cili do të më trashëgon, mos më lën vet o Zot. Ja doshti zemra e vladin, ma 70 vjetëve luti Rabbul Aleminin. E gruaja vet ta unë plak them, ta Rabbul Alemini ka prej karar këtë punë. Kryki ma vet. Plaka lindi fëmijë. Kur don Allahu kun fe e kun thot. Ai një more musliman ju, ai lexojni këto ajete, këto hadithe, umitum të ishqaru, po shkon atin se irbaz, po shkon 100 dreçni lëke, 100 haram lëke i ban. Këtë rregullat e parimet fetare për çështjen e gruas tonë dhe i thën, vetëm ti duke menduar se është në dorën e njerit e vladi atë, vallahi vladi është në dorën e njerit, është në dorën e Rabbul Aleminit, i cili i ka kriju edhe atë doktor edhe ty. Vedisoni o xhamat. Ki borxhe, ki telashe, ki krizë ekonomike, mendon se kamata ka me t'i zgjidh problemet, mendon se bastoria sportive ka me t'i zgjidh problemet, mendon se kredia në bank ka me t'a zgjidh problemin, mendon se vjedhja ka me të i kalu këtë telashe, këtë gadim me kije. Këtë këto janë dreçni lëke. Këtë këto janë shërë mbi shërë, ersir mbi ersir. Allahu Azza wa Jall ka emërtu veten me emrin El Ghani. Na kemi problem se emra dhe cilësitë e Zotit si dim si duhet. Allahu është El Ghani, i pasurit. Ai që i ka kuptu këtë emër të Zotit, s'ka kur fukarallëk mbi këtë tokë. Fukarallëki nuk ekziston të një njeri që i ka kuptu emrin e Zotit mirë, saglam, tamam, El Ghani. Atë ka shku në dënmen me thonë dë njerë, El Ghani jo, aghnini i biginak. O ti i pasur, o Zot, pasuron mu me pasurin tënde. A i ki thonë dë njerë njëtën tënde. O ti i pasur, o Zot, pasuron mu me pasurin tënde. A i ki thonë dë njerë njëtën tënde. Që kam cigullon, kam fukarë dhe kam problem, kam atë, kam ketë. A i ki lutë bëndë njerë të Rabbul Aleminin. Atë ka shku ndër men dë njerë, me bo këtë do. Qka marë që to që kam pa tjetër me marën e kamat? Pa tjetër është veç me vdekë, se i ki pa tjetër kamat me marë. Kredi me marë. E me shkuti me lujtë bastore sportive, e me lujtë bijaz duke me ndu se atje fati ka me tëtë, atje veç sheri ka me tëtë, atje veç shetoni ka me të marë për para, kur gjoma te për s'ki me bo. Trokit dere në Rabbul Aleminit, lutë më të pasurin që i cili kur jep, nuk i paksot pasuria dhe gëzot kur i lipte. Pse nuk lip? Erdhën e pyetën Aliun radhiyallahu anhu dhe i thanë: "O emiri muslimanëve, sa njoni kam shumë borxhe. Kallzoma si ta zgjidhi këtë problem." Tha ka me ta mësu një dua që mu ma mësoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse beson vetni kur për këto duat ju? A i dini krejta?
A krejt ju që këtu s'kini borgje? A krejt ju që këtu kini thmi? A krejt ju që këtu kursin i të mund? A krejt ju që këtu s'kini si hire në mesin e juve? A krejt ju që këtu i dini krejt që s'po vetni? Për çka na jemi këtu të pagun? O musliman, ju neve na pagujni për juve me ju shërbi. Na këtu marrë mi roga prej juve që këtu me konë non stop për me ju dhonë halë problemeve të juve. Që mos mu vetë vraj vladi atë qika jote, aje kje, ti mos bëjsh probleme në shpijën tënde. Për qatë me jemi të pagun. Uej, obligime kime me va thonë këta. Me qenë shërbimin e juve. Po ma shumë se Zoti ka bullë, s'po dini me thonë. A me vujin shpi 100 telashe, 100 probleme. Me vujin shpi ki problem me bijën tënde, ki problem me djalin tënde, ki problem me rejen tënde, ki problem me sihir, ki problem me atmike, pse bez vetë kuje. Ki problem me borgje, s'di me a gjithë halin, qarën, as po vetë. Pse? Pse i ngojmë gratë. Shuj mës ta marin vesh, lene kjo është e jona. Mës marre vesh kushia, mës marre vesh konata, mës marre vesh daja, hala. Qka be ki ma vetë? Pse na marrë këtë deregje? I tha Aliu radhiyallahu anhu, tha thuj. Thuj, o ti që ki borgj, o musliman, që lisit, thuj që shtash me mu, thuj, Allahumme, aghnini bi fadlike ammen siwak. Allahumme, aghnini bi fadlike ammen siwak. A ki borgj, më shkanë marë kamat, thuj, trokit i derës Rabbul Aleminit duas, o Allah, thuj, pasuron me pasurin të ande, edhe mos më banë miftiash për tjerit. Tre që ke dua, thuj, dilafe, a zdin edhe qëto dilafe mi thonë, e kima kollaj se me shku me marë kredi, e kima kollaj se me shku me lujt kamar, e kima kollaj se me shku me avell dikujt pasurin, e kima kollaj se të fitojsh mal me haram, me rejna, me dalavera, duke vedh në vakt, ma kollaj ki që ke dua thuje, që ke dua thuje dhe zgjidhet problemi jot. O gjemot, vallahi, lafët ndoshta janë të nxehta, ma zemër në kam shumë ma gjekë se këto që po i thamë. Se ne jemi muslimane dhe janë do punë që neve kurs t'na kanë hije, kurs t'na kanë pas hije, edhe kurs do t'na kenë hije. Ne jemi musliman, edhe gjdo zgjidhje për gjdo problem tonë ne kemi Kuranin, librin e Rabbul Aleminit, edhe na veç të du të me qetë qitapin edhe me ledzu kur gjo ma tepër. Aty kemi hazër gjevapin. A i dini qka problemi jonë? Se na së ngojmë o gjemat. Se na së ngojmë, na du të me bërtit me thonë, oj, gom që na të ngojmë njëni tjetrin. Na kemi mrinë nga deregjes që 10 minuta hotbja, rinin kom, e dikush ndoshta edhe gutët, të të ma shpejt hotë se kam punë. Kam i kime sos punën tënde, ama ka dalë zgjidhe problemin, ban sabër, qeli sytë, qeli vesht, go mu që ka jam të thonë. Se njerë njaft jam të të folë, edhe njerë njaft hiq kur gjo nuk është krasim me nevojët në që i kemi. Vallaj prej dhimbjes për i thamë ketë, prej zemrës plas për i thamë ketë. Allah në lusim që çdo të smun tonin Allah o të shëron. Çdo vlla tonin që s'ka e vlat, Allah e vlat tjerë. Çdo borxhli tonin Allahu ta liron nga borxhi i vet. Allahu na zgjidhë lusin që çdo hallëxhi tonit Allahu hallin e vet t'ia zgjedh problemin e tij. Çdo smun tonin nga sihiri Allahu ta liron dhe t'ia prish atë sihir, t'ia zgjedh atë telash dhe problem. Çdo burrë gru që kanë probleme Allahu atë telash dhe problem va largof nga mesi i tyre. Allahu na zgjidhë lus që çdo burgos tonin Allahu sa më shpejt ta liron. E çdo kujt që është bë pa drejtësi, drejtësia ju ktheft atij sa